Special për faktin që bëhet fjalë për liri prusi dhe për ata që dan më të shenjtë për lirinë e Kosovës, për të drejtat e shqiptarëve këtu janë dhe porosia për shqiptarë është që të vendosin drejtësisht për lirimin e plot të liriprurësve për Kosovën, për pavarësinë e Kosovës, për faktin që viktima dhe gjelati nuk mund të barazohen në asnjë mënyrë. Këte kanë obligim ndërkombëtar, bazë të drejtës ndërkombëtare, gjykata e Hagës e ka për obligim që drejtësinë ta vënë në vend. Grupta e UÇK-s ka qenë e drejtë për faktin që çdo një prej tyre ka mbrojtur pragun e shtëpisë kundrejt gjelatëve nga Serbia. Unë jam i bindur që drejtësia duhet vendet në vend dhe ata të lirohen të jetë të lirë. Pa jo flet vetë me tiu për vogëlsinë e tij në kontekstin e raporteve ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare dhe politikës së jashtme që bën aktualisht. Më thënë vetë për vete, folën për vogëlsinë e tij, nuk kam çka t'i shtoj atij qëndrimi, domethënë nuk ka qëndrim të drejtë kundrejt qijve të parë që i ka në kufijtë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në veçanti duke pas parasysh faktin e potencialit të shqiptarëve në Republikën. Serbi! Si sa motrën! Mendoj që ndryshe është dashur me rabu.
Cili është mesazhi jo që e paraqet sot për këtë protestë? Mesazhi është i qatë të mos arme për e pakënaqësinë me tregu se gjykata hatës së gjykata pa drejt dhe rrëmë një sa për të vinë në familjen e tyre kreditor të Kosovës. Faleminderit shumë.
konkret. Lutna. Ti
qari largohet, që është lindur tradhekar. Kush është burrë, nuk frigohet, por desin jetës mal. Falenderojmë artistin e përmasave mbarë kombëtare për ndërimin e ekipit, zotin Shkodran Tone. Në një kohë kur terri duke i papund, kur toka e Kosovës dridhej nga padrejtësia dhe fytyrat e njerëzve ishin bërë hije nga frika, nga nën toka e Dardanis diçka u zgjua. Jo një ushtrim me armë të rënda, por një shpirt i lashtë, i pandalshëm, i papërkullur, një zemër kolektive filloi të rrahë. U ngrit zëri i një populli që nuk pranonte të tretet në heshtje. U ngrit ushtria çlirindare e Kosovës. Ajo nuk lindi në sallone politike, por në plagët e historisë, në lotët e nënave, në pritmën e padrejtësisë, në zemrat e atyre që e donin këtë tokë më shumë se vetën, me uniformë të thjeshtë, por me shpirt të hekur. Ata u bënë simbol i shpresës, i ringritjes, i dignitetit, dhe populli u ngrit me ta. Çdo shtëpi u bë stre, çdo fshat u bë zemër, dhe çdo zemër u bë betim. Kosova do t'jetoj. Dhe kur bota pa guximin e tyre, kur pa qëndresën e një populli që nuk thyej, historia filloi të kthehej nga ana e drejtësisë. Liria erdhi jo si dhuratë, por si amanet i paguar me sakrificë. Sot emri i UÇK-s nuk është thirrje për luftë, është thirrje për nder, për identitet e dinjitet, për krenarinë e një populli që të mos shuhej, gjeti forcën të ringrihej edhe më i fortë. UÇK-ja është e pika që nuk u dorëzua kurrë, dhe udhëheqësit e saj janë të heronjë tanë. Andaj ne sot, nga ky shesh, thrasim një zëri, liri për çlirintarët. Sot betejë jonë nuk është me armë, është me drejtësinë e mohuar në për gjykatat kurdisura. Është lufta për mos me planuar pa drejtësinë, për të mos lejuar askënd të na thyej shpirtin. Më lejoni që të ftoj me emër të Këshillit Organizativ këtu në Shkupin Dardan veteranin e luftës, njeriu që në moshë të rinisë mori plagët për t'i mbajtur sot siguror liria. Ftoj Berat Hajdarin. UÇK. Të nderuara në shumë të respektuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid,
të 3 luftrave, bashkëluftar, e pror, e veteran. I nderuar kryetari i organizatës veteranëve të luftës së Kosovës, zotëri Gucati, i nderuar komandant Ali Ahmeti, të nderuar motra dhe vëllezër, bashkëkombas nga të gjithë trojet shqiptare. Sot flas para jush jo vetëm si antar i Këshillit organizativ të kësaj proteste, por edhe si invalid i luftës, si një njeri që në trup dhe në shpirt mban plagët e lirisë. Plagët tona nuk janë vetëm në trup, ato janë kujtese gjallë e ditëve kur liria nuk ishte fjalë, por ishte betejë. Dhe sot, kur shokën mbështetje kaq të madhe, zemra morë njësoj si atëherë, me krenari, me mall dhe me përgjegjësi. Jemi ndellë këtu në sheshin Skënderbeu në Shkup për një kaos që na dhem, që na prek zemrën, historinë dhe identitetin, por mbi gjitha na bashkon. Na bashkon për të kërkuar drejtësi për komandantët e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, të cilat po gjikohen padrejtësisht në Hagë. Nuk jemi këtu për të mohuar drejtësinë, përkundrazi, jemi këtu për ta kërkuar drejtësi. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjin, por për të kujtuar botës se ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Nuk jemi për përplasje, po për të thënë me zë të lartë se historia nuk guxon të shtrembërohet, se lufta jonë e drejtë nuk guxon të baltoset. Ne kërkojmë që gjykimi të jetë i ndershëm, transparent, i bazuar në fakte e jo në gënjeshtrat serbo-ruse. Të mos ketë standarde të dyfishta, ku kriminalet e vërtet mbeten të lirë, ndërsa çlirimtarët mbahen në përqeni. Kërkojmë drejtësi, jo hakmarrje. Motra dhe vëllezër, sot këtu më në këtë shesh, me zë të lartë themi diçka shumë të qartë. UÇK nuk ishte vetëm një ushtri. UÇK është zemra e kombit, është nderi i, krenaria jon, historia jon. Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s janë vendur në shpirtin e çdo shqiptari. Nuk i fshin askush, nuk mund t'i njollos askush, dhe nuk i ul askush. UÇK-ja nuk lindi nga urrejtja, por lindi nga nevoja për mbijetesë. Të nderuar të pranishëm, ne jemi pasardhësit e një fisi që nuk është kthyer kurrë, të Skënderbeu, Ismail Qemali, Isa Boletinit, Adem Jashari, Luan Aradina, Ismet Jashari, dhe qindra e mira të tjerë që e mbajtën kombin gjallë, dhe gjatën dhe shpirtin e tyre. Kemi kaluar në përdhimbje, pa drejtësi dhe errësirë, por asnjëherë nuk kemi dërzuar. Dhe sa herë është dashur, kemi luftuar për identitetin tonë. Sa herë që ka qenë nevoja, ne kemi vdekur për njëri tjetrin dhe të njëri tjetri. Pa jemi një kombë, kemi një gjumë, kemi një flamur, dhe asgjë nuk mund të na ndajë. Dhe sot, nga zemra ime që mban plagët e luftës, po jo them me gjithë fuqinë time, liria nuk gjykohet. Lufta jonë ka qenë e drejtë, komandantët tanë meritojnë drejtësi e jo pa drejtësi. Dhe të gjithë së bashku, ne ka kujtojmë atyre që guxojnë ta fyejnë UÇK-n. UÇK-ja nuk është një emër për pusharë. UÇK-ja është gjaku im, sakrifica jonë, historia jonë. UÇK! 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 Të nderuar qytetarë, ne duke mbrojtur të kaluaran, duhet të ndërtojmë edhe të ardhmen. Ne duam Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, shtete të forta, të zhvilluara ekonomikisht. Shtete ku rinia nuk ikën, por ndërtohen. Ne duam shtete moderne, me institucione të forta, të integruara në NATO dhe në Bashkimin Evropian, të bashkuar
rreth vizionit të një kombi të lirë, dinjitos dhe të fuqishëm. Lavdi UÇK-s, lavdi dëshmorëve të kombit, drejtësi për komandantët tonë. Faleminderit. Gjithmonë, kur kemi pasur nevojë, trungu am ishte aty, kranësh dhe mesmesh. Edhe sot ne ndjejmë dorën e ngrohtë të Mamulleut, i cili vjen nëpërmjet veprimtarit të madh të çështjes kombëtare, Zotit Hazgan Haklaj, të cilin e ftoj që të marrë fjalën. Shumë rrugën pak. Shoh solo, liroj pak. Shpini pak. Të dashur vëllezër dhe motra bashkëkombës, të dashur vëllezër dhe motra të një historie, të një gjuhe, të një gjaku, të një qendrese. I nderuar kryetar i veteranëve të luftës zoti Stipo Çati, i nderuar komandant Davidi, Daud Aretile, i nderuar komandant Çeliku, Fatmir Limaj, i nderuar themelus i ushtrisë shqiptare të Kosovës, komandant i ushtrisë shqiptare kombëtare të Maqedonisë së Veriut, misionari i kombit Ali Ahmeti. Faleminderit që më pat mundësinë të them fjalën time që nga Malësia e Gjakovës gjerë në fund të Shqipërisë në Sarandë, në Sarandën e Çamrisë e në Çamrinë e Sarandës. Miq të nderuar, një rinin masimal sot me shkronja bëhet alfabeti dhe me shkronja shkruhet kombi. Po të mos ishte alfabeti shqip, ne do të shuheshim. Ky është Papa Kristo Negovani. Dhe 3 shkronjat më të arta të alfabeti shqip janë UÇK. Respekt të miljoje për të gjitha ata burra dhe gra, vëllezër dhe motra. Kur bie burri dhe përëndon dielli, mbyllet dera, thoshte Konfuci lart. Dhe ashtu u duk që pas arrestimit dhe dëgimit të Hag dhe të dëgjuesit të UÇK-s, u mbyll dera luftëtarëve të rinj. Po kjo nuk do të ndodhë kurrë, sepse asgjë nuk mund ta prandoj diellin e UÇK-s. UÇK-ja është fotosinteza e kombit shqiptar. Ndaj sot të gjitha rrugët e projeve etnike të kombit shqiptar të sillen tu në kryqëzitetin Dardan, në Shkup. Këtu është së bashku me ne shpata e Gjergj Kastriotit, është Lucia e Nën Terezës, është pena e Samiu Gallbinit, është diplomacia e Ismail Qemalit, është pushka liberatore e Atan Jasharit, është pushka liberatore e Shtaxhan Haradinaj, është pushka liberatore e Tahir Sinanit. Prandaj askush nuk mund të ndëllojë UÇK-n e lavdishme. Ajo, me gjakun e saj, në shkruaj lavdin më të madhe në historinë tonë, pas kohës së Skënderbeut, pas epokës së lidhjes shqiptare të Prizrenit, është epoka më e ndritur, epoka ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe në këtë betejë, ushtria shqiptare, ushtrisë shqiptare kanë patur gjithmonë në akord plot Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Respekt të mirënjohje për aleatin tonë strategjik që bën rroft kombi shqiptar. Lavdine për së dritur të dëshmorët kombit. Njëri për shqiptarët. Njëri për shqiptarët. Një komb, një histori. Drejtësi për shqiptarët. Faleminderit shumë. Ajo është bia e një luftëtari që
që nuk u gjunjëzua edhe kur errësirra i doli përballë. Ai e mundi me zemër të zjarrt. Doj të marrë fjalën vajzën e Nuri Mazarit, komandant Strugës. Përpara jush, Shqipdona Mazari. Përshëndetje, të nderuar të pranishëm, shqiptar nga gjithë trojet shqiptare, nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia, bashkëpunëtar të kujtesës son historike, familjar të dëshmorëve, invalid të luftës, veteran të UÇK-s, të rinë, motra dhe vëllezër. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për të artikuluar fjalë, por për të rikthyer në vetëdijen tonë të përbashkët një kapitull të shenjtë të historisë sonë. Jemi mbledhur për të kujtuar, për të nderuar, për të dëshmuar me dinitet atë që koha nuk e zbe kurrë. Çdo fytyrë këtu është gur themeli i lirisë sonë, çdo zemër me të njëjtin ritëm, ritmin e sakrificës, qëndresës dhe lirisë së fituar me gjak. Ndaj unë, si bidëshmori, qëndroj sot para jush me një emocion që është njëkohësisht nder, përgjegjësi dhe plagë pashërueshme. Emocioni im është simfoni krenarie, dhimbje, një ekuacion i ndjeshëm që lidh gjakun e të rënëve me detyrën për to... Faleminderit. Me detyrën tonë për të artikuluar të vërtetën historike dhe juridike. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjithë ata që u rrështuan në anën e drejtë të historisë, nuk luftuan për privilegje, poste apo lëvdite reme. Ata luftuan që asnjë nën shqiptare të mos e fshihte fëmijën në sqetur nga frika e zhdukjes, që çdo fëmijë i Kosovës të kishte të drejtën elementare të qenit i lirë në vendin e tij, që kombi ynë të mos shëndërojë në një statistik harrese. Por sot, ata nuk janë në llogore, ata janë në një sallë gjyqi të largët përballë akuzave që historia e këtij kombi njësi anakronike, të drejta, të padrejta dhe thellësisht të pamerituara. Ne kërkojmë një drejtësi subnative, të pakontestueshme, të balancuar dhe të pandikuar. Një drejtësi që e njeh kontekstin, sakrificën dhe të vërtetet e madhe të kësaj lufte. UÇK-ja nuk ishte ushtri pushtimi, por ishte ushtri shtirimi. UÇK-ja nuk ishte ushtri krimi, por ushtri e lirisë dhe e dinjitetit. Hashim Thaçi, një nga figurat kyçe të luftës dhe të shëndërtimit të Kosovës, u privua nga liria në kohën kur mbante ende titullin më të lartë. UÇK-ja ishte shtylla kurrizore mbi jetesës sonë, ishte dalja jonë e fundit nga humnera e shfarosjes. Ishte përgjigjja e një populli që nuk pranoi kurrë zhdukjen, dhe ata që udhëhoqen këtë lëvizje nuk ishin kriminal. Ata ishin mbroja fizike e një kombi të tërë. Ne jemi ata që u përballen me brutalitetin sistematik të regjimit serb. Ai regjim na goditi, na shtypi dhe u përposhtë na zhdukte, por ne sot jemi këtu. Sot jemi dëshmi e gjallë se gjithë ata që u munduan të na shtypnin, ne qëndruam besnik dhe të fortë, ndaj jemi këtu. Drejtësia e humb moralin atëherë kur harron rënjet e së vërtetës, ndërsa e vërteta e humb fuqinë kur lejon të shtrembërohet nga paragjykimet. Kosova që ecën sot me kokën lënë ndërkombe, Kosova që zhvillohet e afirmohet, është testamenti gjallë i sakrificës së tyre. Historia nuk mund të shkruhet pa e dëgjuar dhimbjen e viktimave. 5 vite para burgim, pa aktgjykim përfundimtar, për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe gjithë bashkëluftëtarët të tjerë, janë dëshmi se ajo që po ndodh nuk është drejtësi, por është një ndëshkim politik. Dhe si të mos mjaftonte bara e pa drejtë e viteve në paraburgim, shumë prej tyre u privuan edhe nga liria më themelore njerëzore.
e drejta për t'i dhënë lamtumirën e fundit më të dashurve të tyre. Hashim Thaçi humbi baban, Kadri Veseli humbi të dy prindërit, Hysni Gucati babajnë e tij, ndërsa Nasim Haradina i vëllan. Pa mundësin që t'i përqafonin për herë të fundit. Kjo nuk është thjesht dhimbje personale. Kjo është një plagë kolektive në ndërgjegjës sonë kombëtare, një kujtesë e hidur se sakrifica e tyre vazhdon edhe sot. Ne nuk shojmë sot nga dobësia, por nga plagët që ende pikojnë. Nana që u shuan pa par djemt, baballarët që vdiqën pa lamtumir, bite u QK-s që mbetën larg varreve të prindërve. Dhimbja jonë nuk është një thirrje politike, ta din gjithë këtu e gjithë kombi, e gjithë Shqiptaria, e gjithë popujt e Evropës, është zëj zemrës së një kombi që nuk haron. Ne nuk kërkojmë privilegj, nuk kërkojmë amnisti, nuk kërkojmë lehtësi për padrejtësi, ne kërkojmë drejtësi të pa kompromis, të pa anshme, të bazuar mbi prova. Precedent ndërkombëtar dhe kontekst historik. Drejtësi që njeh se mbrojtja e jetesës dhe dinjitetit nuk është krim, por e drejtë elementare e çdo populli, ashtu siç është edhe drejta jonë. Burrat që dolën sot, i dolën zotat dheut, po përballen me tribunalin ndërkombëtar, por ne besojmë se e vërteta historike dhe juridike do të triumfojnë mbi paragjykimet dhe narrativat e manipuluara. Drejtësia që të jetë drejtësi e vërtet nuk mund të shkelet nga paragjykimet ideologjike, por nuk mund të shkelet as nga interpretimet selektive të fakteve mbi popullin tonë. Narrativat e manipuluara që synojnë revizionimin e historisë shqiptare, ndaj drejtësia nuk mund të harojë parimet e proporcionalitetit, nevojës dhe legitimitetit të përdorimit të forcës sipas standardeve ndërkombëtare. Shqiptaria ngrihet me integritet, maturi, mençuri dhe mirënjohje të përjeshme ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndaj respekt dhe drejtësi për gjithë krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që sot në hak po mbrojnë sërish jo vetëm veten, por lirinë e kombit të tërë. Liri për Hashim Thaçin, liri për Kadri Veselin, kërkojmë liri për Jakub Krasniqin, kërkojmë liri për Recep Selimin, liri për gjithë çlirimtarët. Faleminderit. Faleminderit shqiptani. Ai që ndron sot mes nesh, jo për lavdim, po për kujtim, për ta kujtuar se liria ka gjak dhe ka amanet. Ai zëri atyre që mbrojtën Kosovën jo vetëm me jetë, po edhe me gjymtyrë të tyre. Ftoj të marrë fjalën kryetarin e OVL-UÇK-s, Zoti Hysni Gucati. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran të dy luftra të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtrisë çlirimtare kombëtare, i nderuari Zoti Ali Ahmeti, i nderuari General Daud Haradini, i nderuari Fatmir Dimaj, i nderuari Xhevair Geci, i nderuar qytetar, mbar, shqiptar, ka jeni ku jetoni dhe veproni, i nderuar mërgat. Sot ne i mbledhur këtu të tregojmë ambasadave të huaja që gjenden në shtetin e Maqedonisë së Veriut se ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri çlirimtare e cila mbrojti kombin e vet, vendin e vet dhe qytetarët e vet. Ne sot jemi këtu për ta ngritur zërin si çdo protestë. Kjo protestë e fundvitit që është sot në Shkupin e shqiptarëve, apo më të tonë në Shkupin e Hasan Prishtinës, Skënderbeu këtu kemi,
përpara shtatorës Skënderbet, i cili ma bashkoi edhe në vitet më të hershme edhe sot ne u bashkuam si gjithë shqiptarë që e din të bashkohemi për njëri tjetrin. Kjo gjykatë e formuar nga një njeri i çmendur, i cili në vitin 2011 ngriti një rezolutë në Parlamentin e Evropës, në Këshillin e Evropës, se ushtria qeveritare e Kosovës ka bërë krime dhe ka jep organe njerëzore në Shqipëri në një shtëpi të verë. Me sigurisë se shtëpia si objekt ekziston, po spital shtëpia s'ka qenë. Dhe ne sot me këtë numër kaq të madh të vëllezërve dhe motrave që janë këtu sot dhe në gjitha protestat e kaluara i tregojmë trëndafillove se ushtria qeveritare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike, ajo gjykatë më shumë është drejtësi politike dhe ngjan gjykata të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, e cilat fare nuk qëndrojnë. Unë isha vetë dëshmitar në atë gjykatë, ku isha në Kosovë, unë edhe shokët e mi me Nasim Aradinin dhe shumë të tjerët, ne e dim, siç ka kemi dëgjuar ato, gjithë ato gënjeshtra drama nga ata dëshmitarë, të cilët trupin e kanë Kosovë, kokën e kanë në Serbi. Unë edhe njerë thonë, kërkojmë që kjo gjykatë e MIFID dhe Evropa mos t'ja vetë forcën e zezë vetës me ata njerëz, me ata prokurorë dhe gjyqtarë që në do prapa. Evropa si bëjnë thirrje të bëjë një drejtësi të drejtë. Ne thëmë në fillim nuk kërkojmë të moshë, por kërkojmë drejtësi të fill. Nuk ushtria qeveritare e Kosovës lavdit gjithë dëshmorët kohët. Faleminderit, respekt pa fol. Faleminderit zoti Kocati. Në vazhdim të nderuar të pranishëm më lejoni. Këngët e tij e ban historinë që të flas. E ban sakrificat të dëgjohet edhe sot. Ai këndoi lirisë edhe kur ishte më së rëndi. U këndoi heronjve dhe zëri i tij është amaneti i gjallë.
Ai vjen nga një histori beteash të mëdha. Beteja të drejtësisë, të lirisë e të dignitetit. Edhe sot, edhe pse koha ka ndryshuar, shpirti i tij luftarak nuk ka humbur. Ai jeton me çdo njeri që refuzon padrejtësinë dhe që nuk pranon të ulë syt kur ka të drejtë. Lejoni që të ftoj përpara jush një nga themelus e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, ish komandantin e përgjithshëm të ushtrisë shlirimtare kombëtare, Zotin Ali Ahmeti. Vëllezër e motra, të dashur bashkëlufttar e bashkëveprimtar, shumë të dashura familje dëshmorë, shumë të respektuar, e të respektuara invalide e invalide të luftës. Jemi mbledhur sot në sheshin Skënderbeu, në sheshin e këtij burri që u bë dik për kufijtë e Europës, që Europa mos pushtohet nga Osmani. Jemi mbledhur sot këtu, afër Hasan Prishtinës, Pjetër Bogdanit, Nexhata Gollit, për të treguar se Hasan Prishtina u vra mu pjekërisht për liri të kombit të vetë. Pjetër Bogdani i dha dije e filozofi Europës. Nexhata Golli regjimi e pushkatoi si ministër vetëm e vetëm se kërkoi liri, drejtësi e barazi për popullin e tij. Dhe tani sot ne nuk themi që Europa na kishte borxh, por themi Europë, Amerikë, NATO, falënderit që filozofin e veprimtarin të njerëzve më të mëdhenj të kombit ton na i shpërblyet në përkrahje të ushtrisë shlirimtare Kosovës dhe në ndërprerje të gjenocidit të mëtej të shqiptarëve Kosovës. Prandaj, jemi mirënjohës General Clarkut me dëshminë e tij pa mohueshme dhe të pakontestueshme. Jemi mirënjohës zëvendës sekretarit shtetit James Rubin, si dhe ambasadore që punojnë shumë në rajon për paqe e stabilitet, Zoti Christopher Hill.
Vëllezër e motra, nga ky shesh po i drejtohemi edhe Europës. Unë i takoj lëvizje studentore të vitit 1981. I takoj asaj lëvizje që nuk kërkonte t'u marrë dhe mohoj lirin të tjerë, por liri e drejtësi kërkonte për shqiptarët. Shpërblimi ishte tortura, vrasje, burgosje, gjakosje, njullosje të televizjes, të rinj studentore të shqiptarëve nga regjimi i Beogradit, në fyërjet më të mëdha, terrorist, kriminal, bandit, e çka është më e keqja thueshte kundër lëvizjes studentore. Vazhdoi tërë shtypi me vitet. Çdo shqiptar që kërkonte drejtësi e barazi, njulloseshte e gjakatoseshte. Ne besojmë tek drejtësia. Ne jemi ata të cilët vëzhgonin çdo lëvizje në hapësira shqiptare. Me të dalë njësitet e para të rezistencës. Doli qëndrime nga më njerëzore të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Se ushtria do të respektojë të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftën. Respektojë vendimin se një ushtri guerrile duhet të dallohet dhe vendosi simbolin e vet që e dallonte. Se kush është ushtria qeveritare e Kosovës? Rregull ndërkombëtar e respektuar nga ushtria qeveritare e Kosovës. Ushtria qeveritare e Kosovës dënonte çdo veprim fashist, çdo veprim kundër popullatës civile. Ushtria qeveritare e Kosovës shpalli vetëm ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Është një vërtetë e madhe që objektivin final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhinë. Prandaj nuk të deshem që akuzat që bëhen për shpinë e verë, akuzat që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njollosin historinë e luftës qeveritare, e bive e bijave, më të mirë të kombit shqiptar. Ky proces duhet të marrë epilog të pafajësisë sepse Hashim Thaçi, Kadri Beseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe ushtarë që ndodhen pranë
këtyre grillave akuzohen për vepra të pabërga. Të tërë procesin e kemi përcjellë. Mbase në grilleshte lëkura në shtatë kur dëgjoni akuza që Lena i kishte bërë Beogradi e Moskva si terrorist, kriminelle, bandit. Ne kemi dashur lirin, po jo duke u amohuar lirin popujve tjerë. Ushtria jonë nuk ka qenë kundër asnjë populli, as popullit sërb. Demonstrata e sotme nuk është kundër shtetit të Maqedonisë, sepse mu këta që ndodhen në këtë gjykatë kanë kontribuar në stabilitetin, në paqen, në ardhmërinë pikërisht të këtij shteti, sepse kanë qenë drejtues të institucioneve të rëndësishme, president, shteti, kryeministra, kryetar kuvendi, dhe sigurisht me dhjetra e qindra marrëveshje kanë hedhur firmat për një Maqedoni më të prosperuar. Dhe jo të friksuar nga ushtria shërimtare e Kosovës, as nga ushtria shërimtare kombëtare, as nga këta që dalin dhe janë të prezent këtu me plagë në trup. Këta nuk kanë luftu kundër asnjë populli, por për lirinë e drejtësi e pavarësi të shtetit të vet. Sot Kosova jonë është e pavarur. Sot Kosova kontribon për të patur një marrëdhënie më të mirë në shteteve të rajonit. Andaj, pafajësia kërkohet nga ky shesh i Skënderbeu, nga ky shesh i Hasan Prishtinës, nga ky shesh i Nexhat Agollit, që braktisit gjithçka dhe humbi për gjithmonë, vetëm e vetëm që shqiptarët të kenë barazi e drejtësi. Nga ky shesh i Josif Bageri, që nuk dihet se ku i ka efshra, pikrisht ato regjime që sot po përsëriten nga ky shqiptar më të mëdhenj. Zhduket Josif Bageri, zhduken shumë admetarë e çlirimtarë duke zbatuar politika të Nikola Pashiqit, se të pabindurit vrisni të pabindurit. Kështu veproi edhe Miloševiqi, vristi shqiptarët, dhe kjo me shumë kompetencë u deklarua nga general Clarku kur e pyet, sepse Miloševiqi kërkon që ai ta zgjidhë problemin me shqiptarët. Dhe në pyetje në general Clarku, si do e zgjedhësh problemin? Si gjithmonë si i kemi vrarë, do i vrasim përsëri. Kjo është politikë fashiste, naciste, e ta quajmë si të duam, kur përpara një generali të NATO-s Miloševiqi thot, dimje si i rregullojmë shqiptarët, do i vrasim që të gjithë. Këta djemë, këta njerëz, ta luftëtarë, ta bashkë luftëtarë tanë, nuk janë përgjegjës për vepra që nuk i kanë bërë. Janë angazhuar luftu për lirinë e popullit vetë dhe për t'ju kundërvu politikave shfarose të Miloševiqit. Prandaj, ne kërkojmë drejtësi për çlirimtarët, sepse libri i verë
libri i verë është me na shkele, me na mohu historinë më të re e më krenare e më të fortë të shqiptarëve, historinë e ushtrisë qeveritare të Kosovës, historinë e shtetit të pavarur të Kosovës, se na qenë ka bërë shtet me luftë e angazhim të kriminalëve. E tërë koncentrimi është aty që djemë ushtarë dhe ta drejtues të shtetit të pavarur të Kosovës akuzohen për vepra të pabëra. Prandaj kërkojmë nga trupi gjykues, ata janë pjesëtar të popujve që kanë luftu edhe vetë për lirinë e popujve të vetë. Trashëgimtar të atyre janë pjesëtar që kanë luftu e punu për demokraci. Ata janë patriotë, prandaj udhëheci e Kosovës duhet të jepje mirënjohje e lavdat nga kjo gjykatë dhe jo të dënohen për vepra të pabëra. Rrof populli shqiptar, lavdi të rëndët për liri. Falenderit shumë, falenderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë demonstratë. Të nderuar të pranishëm, lejoni që edhe njerë në emër të Këshillit Organizativ t'ju falenderoj për prezencën tuaj, që t'japim zërin e fuqishëm nga sheshi i Dardanisë së lashtë. Shqirimtarët duhet nderuar dhe jo gjykuar. Mirupafshim në thirrjet e radhës të Apeu.